Përshëndetje, unë jam Shpëtim Hala, antar i plesisë fshatit Liberash Qendër. Do të falenderoj qeverinë shqiptare sepse realisht në çdo fshat librazit paktën qendër komune ka asfalt, është shtuar shumë sipërfaqe me asfalt. Unë kam një merak, meqense fshati im, duke vazhduar në Liberash Qendër, është mbi qytet, pastaj Liberash Katund dhe më pas futesh në zemrën e parkut kombëtar Shebeni. Normalisht bashkia ka bërë asfalt deri në fshatin tim, ka projektin për ta mbyllur këtë vit të paktën, siç kemi pas bisedë me kryetarin, deri në Liberash Katund. Të mbështetet bashkia Librashit për të vazhduar asfaltin deri në fshatin Qerrisht, e para sepse është zemra e parkut kombëtar, për të qenë parku kombëtar dhe më i akseksueshëm për turizmin sepse është rritur numri i turistëve që vizitojnë parkun kombëtar. Pra parku kombëtar nuk është vetëm Fushtuta dhe Stebleva, por është edhe Liberash Katundi, Shapka, Allajgjyzi, shumë vende të tjera. Pra aq më shumë për ta çuar deri në Qerrisht që përveç vlerave turistike ka edhe një vlerë historike. Qerrishta është fshati që ka strehuar 26 hebrej gjatë luftës së dytë botërore, duke i shpëtuar nga pushkatimi nazist. Pra përveç se rrisim zhvillimin e turizmit në zemrën e parkut kombëtar Shebeni, i japim zhvillim. Të doja që qeveria të mbështeste këta dhe doja gjeta rastin t'ja kërkoj kryeministrit të vendit që përveç se të zhvillojmë turizmin, të japim edhe një Qerrisës një hovë, pse jo të bëhet edhe një muze i vogël historik për atë që kanë bërë ata njerëz për të shpërtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Faleminderit. Për sa i përket pyetjes që drejtove, ne kemi përfunduar fazën e parë të shtrimit me asfalt të rrugës Liberash Qendër. Kemi planifikuar me vendim Këshillit Bashkiak këtë vit do financojmë fazën e dytë deri në Liberash Katund. Tani, për jetë vërtetës, nuk e shpangim dot prap Taulandin, sepse ka qenë një luftar i paepur për korridoret e qeverisë dhe institucioneve të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe kështu me radhë për gjithë këto punë që janë bërë, por ajo që mua më vjen mirë është që pasusja e Taulandit e ardhur këtu në Liberash edhe me bekimin e tij, Bora është po ashtu shumë e përkushtuar, ndoshta jo aq e zëshme publikisht, por të jeni të sigurt që ndjek me shumë përkushtim punën e bashkisë, edhe të bashkive këtu, edhe sa herë takoj i them përveç Liberash ditë ke ndonjë gjë tjetër, sepse aty e di që do ma thuash, kështu që patjetër do ta shikojmë me këtë. Ideja e muzeut më pëlqen shumë. Po do lidhemi nëpërmjet zotit Demo, se këtë kemi në urën tonë me ju. Po kjo urë garanton gjithë qarkullimin e ideve që do lidhemi dhe projekteve. Do lidhemi me Agjencinë e Planifikimit për të bërë një projekt. Edhe pastaj do ta gjejmë mënyrën ta financojmë projektin. Kështu që të falenderoj për këtë ide, sepse ajo është një pjesë e artë e historisë tonë, edhe kudo ku është e artë ajo, pjesë e historisë tonë, edhe është një nga medaljet më të lavdishme që në radhë parë muslimanët shqiptarë i kanë vënë vetes në gjoks, që është një medalje që shkëlqen në të gjitha kohrat edhe në këtë kohë. Kështu që duke filluar nga ata që agjerojnë, i uroj tu jetë i pranuar agjërimi, por edhe nga ata tjerë që nuk agjerojnë, pashin çdo të mirë dhe pashin dritë në shtëpitë e tyre, sepse ishin gjyshrit e tyre në radhë parë që e bën këtë medalje kaq të shkëlqyeshme.